Edi Rama pas ka ardhë në Prishtinë me dhonë intervist në Klan Serbia të kjo pevaqica e Dardangashit. Vesh ngone që ka thet braj farnjeri. Vesh ngone. Fatkeqësisht nuk ka vullnet në Kosovë për të dalë me një rezolut të parlamentit kuvendit Kosovës, një rezolut për te i partive politike, të cilës ne do t'i bashkoheshim me njëherë ndaj gjykatës dhe ndaj gjithë kësaj farse. Ta parëherë i bashkuan ta. Ane kuja posh ftyrën si Vuk Drashkoviqi, mu dëk njerë vëllaj. Ja posh i shprishën ftyrë, ishtë qatalu krejt. Thash ku pas ka ardhë Vuk Drashkoviqi në klan. Nëse klan Serbia e ty në është, ata mund me ardhë kur dojnë. Nuk është problem, sa e klane është i Serbijës. Po kur pesha këta, këtë Edi Drashkovicin me ardhë, me dhanë men Albin Kurtit, gjysa Shqipnijës hala nuk ka luj me pi. Gjysa Shqipnijës hala rrym s'kan. Gjysa Shqipnijës hala rrugë nuk kanë. Edhe të vjen kë Farhajni që nuk kalon gazet në botë, në planin e tokës, pa folë, e pa thonë që kjo është hajnë, kjo është i lidhën me krimin, kjo është i lidhën me bandat, kjo është me tanat zezat, që ta Klan Serbia marrin në intervist për me nashit men edhe me qitë këshe keq Albin Kurtin se s'ka ba rezolut kundra drejtësisë. Nesër më që me thonë tani që Albino që edhe kundra gjykatës, se kë nuk dën drejtësi, kë dën vesh komunizëm. Po ti, o Edi Ramović, po ku ishe ti në 2015 kër votu gjykata, je konë në qeveri, pse nuk i theshe ashimet më së ban, e isës, e aty në deputetve, po ke lobu sa ke mujt me Batonagjion e me Berat Bozhalin për me votu. Tash i thoni, jo, po kë. Edhe një po të thamë që 13-15 vjetë sa i e në qeveri, o të bash, o shpion i Serbijës. Pa i qaj parlamenti ju i Shqipnijës nuk u qubre me bo një rezolut për krimet e luftës Serbijës që ka bo në Kosovë. Pse bre nuk u qut me bo një, ju kini drejtbe, i në shtet në veti, parlamenti i Shqipnijës, në krye me ty, o qenë, e me dale me thonë, na, si popull, si shqiptar, parlamenti jonë voton një rezolut për gjenocidin edhe krimet e Serbijës që ka bon. Po ti e që ke bon ke lobu për me falë krimet e luftës me Batonagjion. Edhe vjen sot në televizion, Klan Serbijës, shet men, thët, jo Albini nuk pe banë se na këshëm bon. Po banë ti, pëse Albinin pe pret. Në qësë është Albini kesh, banë ti, pëse s'pe banë ti. Ti a je majma, ti a je shtet në veti, banë. Në qësë gudzon për vëqicit me bon. Pa tu nuk ta manë me bon. Se një mësu jo me namën Kosovës me vjedh, namën të qëkës me vjedh, namën të qëkës me rajt, namën Kosovarve mu pasunu. Po si vjetë jo kanë kalzu venin kë e kene Edi Rama. Gjysa populli s'ka ardhë, në qëse ka ardhë dikush ka ardhë, ka nejt një natë, të nesejt ka ikë. Ju kanë met plazhat zbrast. Se fajo është i ytjo kriminal. Se ti je qaj kriminele që edhe pushimet nuk në len me bon që shdo të menin tonë. Nuk gudzën njeri me dal në rrugë për tije, prej bondav tua. Nuk gudzën me hin me këshyrë hotelin në është i mirë asështë. Se këtë bondat e tua i kanë ndora të hotelet e mdoja. E ti vjen në shet men në Prishtinë neve, ja Albini kështu, ja Albini kështu. E së më shko, këshyrë ti banë e sen në reqe ujnë, të kanë ujë gjinja me pi, gjysa Shqipnijës nuk kanë ujë, ti vjen në shet men neve. Halo, rrim s'keni Shqipnijë, gjysa Shqipnijës rrim s'keni. Ti po vjepën në shet men neve, ja nena kënina. Na i nale flamurin e uqëkës në stadium, na i nale
kongën e Adem Jasharit në stadium, tash një ditë kime në anale, edhe Kosovarët mos me shku, ma me këshyrë lujen atje në Shqipni, ta në të zezat në i banë, edhe vjen prap, në përmes klanë Serbijës, vjen në shet men, hes marë bojo për Kosovë, shkon në reqë punët e tua, ditën kër i në reqë punët e tua, që na takim lakmi ty, atërë thëmë, a mire kase, prej me ka në reqë punët e veta, ma te punët e tua luk, ka 22-3 vetë vriten për shdo javë, e ti vjen a shet men neve, e ne e ofendon kryeministrin tonë, që ajo është pengamer është për ty o burë. Po ti e një kloshar, Albini është pengamer për ty, ajo është zot për ty. Ajo është shka për ty. Ti menon se i shet foret, që i shet Shqipni të vjedhe, të i shit të ble votës të to. Menon që në Kosovë ty të hesë që ashto. Jo, në Kosovë nuk ashto. Ka në ashta një pjesë të opozitës, që mendojnë së kurte se janë bashkëpunëtor me ty. Amo jo, shumica popullet, jo, nuk shiten të foret e na. Jo, se na nuk ka na kasht. Mos me në atë punë. Ti e bosh një kërkushi, bosh heq si e kërkushi, bosh heq. Por dit, tu kanë bo ministra, këtë burgjet e Shqipnijës, tu kanë mush me ministra, e me kryetarët komuna, me kryetare, sekretare, shka pa dion e këtë burgjet, tu kanë mush me njerës qeverijës tane, edhe del ato thët jo në s'kom ditë kur gjo. Që s'ke ditë i zëtë shpijës. Ti pi din punë në Kosovë, e nuk pi din punë të tua mrena ato, e po vjepën në nresh njeve kënina. Po ku do ti me në nresh njeve punë të e tona ku tua ti kilëm? Gjysh, ma shumë se 80% e ministrave kinë burg, ose azil politik. Që t'ka nikë, pe hajnive. Edhe vjen, thu ti që e ke bëha gjenes Shqipnije, në po vjen me në regullu edhe neve Kosovën. Hes me më por mos u përzi. Hes këshirë punë të tua. Mere në i vija të që është din ti mas mirë ti me marë, e ata në që se Shqipnija ata të besojnë, s'kam punë me ta. Ata në të votojnë në 500 vjetë ty. Se më kanë ljona, ama në Kosovë më hajde ti mu më shqit men. Jo, Kosova e ka një king. E ka Albin Kurtin. Ti s'punësh me ardhë më ba, më shqit king të Albini. Rejqa tje ku je, kur sëtë mës t'i pashëm. Ama bosh heq. Kur heq. Edhe kur harin ty se kena pa për kur gjë heq. Bosh për heq kur gjë. Ma shumë të ka po harin Serbia se na. A vjen në shetë me neve, ja një. Hup!